Kjo pra është një fitore që dëshmon rritje, organizim dhe besim, dhe tani ne do të përqendrohemi tek balotazhet. Ta përfundojmë punën me dignitet dhe me fitore në 6 komunat ku garojmë. Në fund, dua të shpreh dedikimin tim të sinqert për themeluesit e PDK-s, për ish-kryetarët tanë Hashim Thaqin e Kadri Veselin, të cilët padrejtisht ende po mbahen Hag, sepse ata janë pjesë e frymës fitore sonë. Të dielën kemi marrë mbi 180.000 vota si parti dhe jemi partia e vetme me rritje të votës popullore në krahasim me zgjedhjet e vitit 2021. Por kemi edhe mbi 200.000 vota për kandidatët tanë për kryetar, që vërtet tregon për mbështetjen e madhe të qytetarëve të Kosovës për kandidatët tonë gjithandej vendit. Siç e dini tashmë në 3 komuna, në Ferizaj, në Skenderaj dhe në Han të Lezit, kemi fituar pa balotazh qartë dhe bindshëm, ndërkaq në 6 të tjera, në Prizren, Mitrovic, Vushtrri, Kaçanik, Klin dhe Dragash garojmë për fitoren në raundin e dytë. Po ashtu edhe në Prishtinë, pas më shumë se 2 dekadave, jemi kthyer në një forcë kryesore politike. Kemi marrë rreth 29.000 vota për kandidatin tonë për kryetar, mbi 10.000 më shumë se para 4 vitesh, ndërsa kemi dalë forca e dytë më e madhe politike në një garë të paparabartë kundër kandidatëve të nivelit qendror dhe të nivelit lokal. Kjo pra është një fitore që dëshmon rritje, organizim dhe besim, dhe tani ne do të përqendrohemi tek balotazhet. Ta përfundojmë punën me dignitet dhe me fitore në 6 komunat ku garojmë. Natyrisht, na la një shije të hidhur humbja në Drenas. Ishte përsëritje e situatës së para 4 viteve, kur elektorati ynë u nda në 2 tabore, por këtë herë kundër kandidati i PDK-s e mori besimin e qytetarëve. Kryetari i zgjedhur ja uroi fitoren dhe shpresoj se do të punoj në të mirën e qytetarëve të komunës. Më vjen keq që edhe në këtë garë lokale qytetarët e Drenasit u vendosën në një pozitë të vështirë nga konfuzioni fushatës së kandidatëve, por besoj shumë që lojaliteti, besimi, mbështetja e përhershme për Partinë Demokratike të Kosovës në zgjedhjet nacionale do të vazhdojë. Në fund, dua të shpreh dedikimin tim të sinqert për themeluesit e PDK-s, për ish-kryetarët tanë Hashim Thaqin e Kadri Veselin, të cilët padrejtisht ende po mbahen Hag, sepse ata janë pjesë e frymës fitore sonë, dhe me këtë rast ftoj bashkëqytetarët tanë dhe shqiptarët kudo që janë, që të marrin pjesë në protestën në mbështetje të çlirimtarëve dhe kërkesën për drejtësi që mbahet pas nesër në Tiranë.